një hipotekë prej shumë vitesh. Dhe negociatat me pronarët, transakcion me pronarët, janë një çështje mes palëve në cilën ne as nuk kemi hyrë, as nuk ka qenë nevoja të hymë dhe as nuk kemi pas asnjë interes të hymë. Ne jemi të fokusuar tek Sazani, për të cilin akoma nuk kanë përfunduar negociatat, miqtë e mi. Dhe dini pse s'kan përfunduar negociatat? Se ne duam pjesën e shtetit shqiptar dhe negociohet. Rrethimi i pronës është bërë bazuar tek leja e zhvillimit. Do t'ju them më pas që është dhënë leja e zhvillimit, të cila nuk është leje e ndërtimit. Por rrethimi i pronës është një drejtë e çdo pronari kur merr lejen e zhvillimit. Nga ana tjetër, a ka pretendime për pronësi mbi atë territor? Për herë të parë dje dëgjova që aty pas ka një popullsi homogjene greke, këtë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, ndoshta nga që jam ignorant dhe nuk i di shumë gjëra. U mahnita nga deklarata e Ministrisë Jashtme të Greqisë, sepse ishte një akt dhune pa diskutim, por nuk ishte një akt dhune shtetërore, siç për shembull ndodh me shqiptarët në burgjet e Greqisë. Ose siç ka ndodhur më parë me shqiptarë edhe në rrugët e Greqisë. Ishte një akt dhune nga një grup rojesh private. Dhe që të ngrihet shteti në këmbë dhe të nënvizoj etnin e protestuesit, kjo është diçka që sipas meje nuk i shërben marrëdhënieve tona, që janë përsëri në ditët e tyre më të mira. Por këtë e futa këtu për të thënë diçka tjetër, që pretendimet janë legjitime, por ato zgjidhen në gjykata, sepse ndërkohë titujt e pronësisë janë baza e çdo veprimtarie dhe jo pretendimet. Siç ndodhi dhe atje lart në Bak Suriol, ku toka ishte e blerë nga pronarët atje që kishin letrat. Disa të tjerë ishin pretendent, por nuk mund të zhvillohet dot vendi nëse mbetet pezull mbi titujt e pronësisë dhe mbi pretendimet. Pas gjithë katrahurës që ne kemi trashëguar për fat keq. Ndërsa e drejta për të protestuar është një drejtë që nuk mund të vihet në diskutim në asnjë mënyrë në këtë vend. Dhe është një drejtë cilën ne kemi mbrojtur qysh nga dita e parë, edhe me koston që të kemi në disa raste dëmtime serioze të forcave të policisë. Por sulmet politike mbi projektin nga forcat brendshme që predikojnë ose të kthehemi në komunizëm ose urrëtitjen ndaj shteteve tjera apo nga forcat jashtme nuk e duan këtë projekt. Nuk e duan, shumë e thjeshtë. Nuk e duan. Kjo është konkurrencë. Ne kemi hyrë tani në një territor shumë të ndryshëm nga që kemi qenë. Sepse ky projekt, së bashku me tjerë, po ky, siç e ka ngritur vëmendjen globale ndaj Shqipërisë, e ngre Shqipërinë në një nivel tjetër me realizimin e vet. Totalisht. Natyrisht që sjellja e kompanisë
së